Prindi është një fletë e bardhë, ku fëmia kopjon atë dhe shkruan. Ngjarja që do t'rregoj me lejen e Zotit mbart një mesazh të madh, lum për atë që e praktikon. Tregohet në një nga vendet islame se guvernatori një vendi u sulmua nga armiqt. Guvernatori bëri thirrje për mobilizim të ushtrisë dhe në krye të saj vendosi djalin e tij. Pas disa ditësh, atij i vjen një lajm që e pikëlloi pa mas. Ai mori letrën dhe teksa e lexonte, u hutua, u zverdh dhe u mllefos. Në letër shkruhej: për të parin e vendit, nga zbuluesit e mbretërisë, pësuam disfat të madhe. Ushtria armike po fiton. Djali juaj lëshoi betejën, u arratis dhe po ndiqet nga armiqt. Guvernatori i mllefosur vjen në shtëpi dhe nga nervozizmi i thot bashkëshortes: shikoje çfarë ka ndodhur. Djali jon ka braktisur fushën e betejës. Komandanti është arratisur. Gruaja e tij, e cila njihej për devotshmëri të madhe, i thot: lajmet që ti ke marrë janë të rreme. Ai habitur e pyeti: si mund të mos jetë e vërtet? A e di çfarë po flet? Këto informacione mi kanë sjellë zbuluesit e mi më të aftë. Janë antar të shërbimit sekret. Bashkëshortja i tha dhe një fjali dhe nuk foli më. Këto fjali janë të rreme, sepse biri ynë kur nuk mund të bëjë atë vepër. Ai asnjëherë s'mund të braktisë betejën dhe të largohet nga ushtria. Pas 2 ditësh, vjen përsëri një lajm që tronditi nga themelit guvernatorin. Në letër shkruhej: për të parin e vendit, ushtria jon triumfoi, armiqt u mundën dhe komandanti jon, djali juaj, luftoi me trimëri dhe u bë shkak që të fitohej lufta. Guvernatori u habit, por në veshin e tij ai dëgjonte fjalën e bashkëshortes që i tha: lajmet që ti ke marrë janë të rreme. Me vete mendoi: ku e dinte vallë. Ai shkoi direkt tek ajo dhe i tha: më trego, ku e dije? Pasi insistoi, bashkëshortja i tha: që nga fillimi shtatzanisë jam betuar që asnjëherë nuk do të ha ushqim haram, sepse e kam ditur që ushqimi halal krijon karakter të mirë, ndërsa ushqimi haram krijon karakter të keq. Kam vazhduar kështu edhe pas lindjes së djalit, duke u larguar nga gjërat e dyshimta që qumshti im të mos ndikojnë në karakterin e tij. Falja gjithmonë namaz nafile dhe lutesha vazhdimisht që djali ynë të bëhej i devotshëm. Nga kjo arsye, isha e bindur se karakteri i tij do të jetë i bukur. Në fushë betejë ka mundur të bjerë shahid, se ky është virtyti i karakterit të mirë, por asnjëherë nuk do të ikte nga fushë beteja, e cila është karakteristik e njerëzve të ligj. Për këtë, i hodha poshtë lajmet të shërbimit tënd sekret, si të pavërteta. Vëllezër dhe motra, të ushqehesh, të mendosh dhe punosh në halal, të hap dyert e mirësisë, të hap dyert e suksesit dhe të begaton në të dyja botët. Zoti i bëft fëmijët tanë të begat. Amin.